E vetë Albini ato shka me bo, Deonën, a? Po, Deona e ka zonë Albini shka me bo. Shpek, shpek. Jo, pëse vdajim. Kjo ishte Fidan. Kjo ishte pak nga Korneli. Po, te ka shë. Albini Deonën. Qysh? Pe pyet Albini Deonën se shka me bo. Sa din që e pyta? Bravo be pyt, Fidan mos ma që abdi mos e gjuj qëtë nivel, se për një ma është e gore me relativizu ndikimin e kolosëve. Vendimarsit e vërtet. Nuk mundet mu bo analizë. Nëse ju zotrit të që tu, pe e mohani rëndësin që e ka Deoni Mali në vetëvendosje, ju lidhe me politikë spasje, lasë më opinion bërë, në falni. Ti së të mos lërë. Vish me thonë që Deona... Me dit, vish pa. Unë e kuptoj një deputet me pyta dikush. Jo, Albini me pyta është. Unë tash po flas. Deona nëse kur Qërplerimi foli për ndikim vendimarrjen e parti, foli për fuqi. Foli për eminencë ngri, Xhavit Haliti, Xhavitit kish në relacion me kryetarin. Xhavitit kish pas fuqi bo deputet, s'ka rrit as deputet bo. Dhe me thonë, se s'ki informacion sakt, a beshe. Dhe me thonë është, përmendi Samilu, shtakën tjerë. Në LDK e ki kujtim shalën, tonë e dinë cilë është roli kujtim shalës. edhe Gazmagje. Gazmagje, në Mire Ahmeti. Pra se cila parti i ka, ata me hypë të vetë. Kanë dykim, s'kanë guxim me hinga, më falni. Jo s'është po guximi, po s'kanë ambicje, o ale. Nuk kanë ambicje tjera, mu kanë kryetar për një vend hije. Rama, dalon Gazmuagjeri për një vend. Gazmuagjeri i Mire Ahmeti, kujtim shala që ka qenë një lloj triniteti. Po, do të ka dzu pse dallon me Deonën, çon ta shpjegoj. Që e ka sponsorizuar Lumir Abdigjiku në krye. Okej, çfarë ka diku dallon Ama pa shika tash kushtim ta kemi vetëvendosja funksionon ndryshe. Vetëvendosja s'është parti. I del futboll Albinit edhe sfidon e mund. Funksionon ndryshe me vetëvendosja s'është parti. Funksionon mbi dalë mbi diçka tjetër. Nuk ka nevojë më kompletikisht të përfshin që me pas ndikim të Albinit në vetëvendosje. Pra ai vendos me besu në figurë, dhe i beson. Kur s'u do të thonë keqë, blerim. Veç nashta Kadri Veseli ka ofruar me ndikim politik. Unë nuk jam të thonë që është keq pse Albini ngon Deonën. Unë thash e ngon Deonën, ti mora disa shembuj që ti tha s'ka. Në vetëvendosje të kallzova që ka. Unë thash që është keq as mirë. Po jo, po vishon munore, jo nuk kem vektorin MSO. Kur kanë ashin thonë që kryetar, nuk kanë vendosur që ta të mëdhajt kush më bë kryetar. Se si ka vetë tash. Ja, ndikimi politik. Që to figura ndikimi politik në pas sa ka qenë shembull për sa i takon zhvillimeve të brendshme brenda subjekteve politike. Kush është subjekti politik që ka dëshmuar vlerën më të madhe demokracisë në kuadër të zgjedhjeve të brendshme? LDK-ja më është pa diskutim këtu. Ama PDK-ja po LDK-ja po vazhdon me bo, po çfarë se rrova me thon fillim. Por fakti që po ka një diskutim të brendshëm. Ne për herë të parë po flasim studio televiziv për zgjedhjet PDK, kur s'ke fol. E ke kriju një model si Konventa e PDK-s atë shkon përpara, kon me pini kafe në Merall, me votu dhe ditën e mirë nuk i pas debat. Ai mirë sa shkreta ne ka vënë kush ashtu fazit e apo. Tash